Shërbimi i hemodinamikës në Spitalin Rajonal të Shkodrës vijon të konfirmohet si një nga strukturat më të rëndësishme për trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare në veri të vendit. Mjeku kardiolog Edi Smajlaj tregon se çdo ditë kryhen mesatarisht 6 deri në 7 ndërhyrje. Shërbim tashmë është një shërbim i konsoliduar, pra që kryen procedura nga më të komplikumet dhe me një numër rastesh të konsiderueshme që një mesatar mund të shkojë 6, 7 dhe 8 raste në ditë. Vetëm në 24 orë të shkuara, 3 pacientë me infarkt të miokardit janë trajtuar me sukses. Kam pas një operacion shumë vështirë ditën e shtunë, kam marrë ngjanie kritike për jetën, kardiologjia, me nënkry doktor Enkelet Lojen, kanë bërë një ndërhyrje që unë ja di për ndërton jetën. Infarkt shumë i rënd. Ankesa se si ma gjetën vetëm si po të dhimbje. Stomaku, kujtosa stomaku, kojve këtu ndult me ballkurinorën. Doktor Kevin. Jam shumë i kënaqur. Ju bëj thirrje tjerë tash, unë e provova vetë boll. Gjithë ju bëj thirrje se sa më shumë mirë mbrapa vitit. Po, kam ballkurinorën me Edin. Ofrimi i kësaj procedure në nivel rajonal ka shmangur transferime drejt Tiranës. Gjatë vitit 2025 nga ekipi i mjekëve janë realizuar 747 procedura koronare, ndërkohë që vetëm në javët e para të vitit 2026 janë kryer 128 ndërhyrje të tilla. Krahas ndërhyrjeve të përditshme, ekipi i mjekëve ka përballuar edhe raste të vështira ku për herë të parë në vendin tonë është realizuar në Spitalin e Shkodrës një ndërhyrje komplekse për trajtimin e ishemisë kronike të mezenterit, një sëmundje me mortalitet shumë të lartë.